2, 1, jemi. Episodi 11 I manualit. Që ju pëlqen? Më pëlqen shumë numër 11. 11 është ditë e Andales. Janë dy nisha që unë i kap gjithmonë. Domethënë mundojmë të tërkohën të kapshu orën 11 e 11 janë që ata njerëzit e obsesionuar 11 e 11. Shpreh dëshirë. 11 të kujton. Të mendon. Të mendon Unë për të vdekur. Ka qenë para ca vitesh një listë me këto me të gjithë oraret 0909 10 e 10 11 edhe kur kapi orën ta çonin atë listën kështu. Ti e brezi që e ke kapur këtë? Duke me vogël pe kam kapur. I ke kapur para moshe se këtë kam kapur bunë brezim, ti je 7 vite më vogël se unë. Kush e di çfarë bën rritet në Facebook. Zero Facebook. Si ti ndon të thosh Jesse ti je 7 vjeç më vogël se unë. Nuk dua ta mendoj. Dukem se një plak. Megjithatë, mirë se erdhët në episodin e 11 të pa manualit dhe me qëra fjalat e data 11 dhe ju e patë që ne festuam një vjetorin e Andales. Dhe çfarë ndodhi në atë një vjetor? Gjithë njerëzia e morën vesh që këto të dyja janë single dhe vuajnë këtë faktin. Asnjë lloj, ne atë një vjetor morën vesh të gjithë njerëzia që ne kemi një vuajtje të madhe të pashëruar, një plag në zemër që vetëm ne dhe Aleksandër Gjoka e kupton ose vëllezërit Korçar. Vëllezërit Korçar stomos. Vëllezërit Korçar. Do të thotë ç'ishin ato këngë vuajtje. Ja, si harroj unë ata sy që më prisnin në çdo çast, në çdo moment. Jo, dua të tregoj shumë një video që jeni ju të dyja të shtrira në tokë, të ulura në gjunjë që këndonit këngën e Teuda Selimit. Miqtë mi. Jam ulur në tokë? Absolutisht në gjunjë. Ose ti ose Artemisa. Di që Artemisa ka bota punë. Unë jam ulur në pjetore, unë jam ulur dhe ula në tokë se po pija vetëm. Tani, në këtë episod të 11, mendoj që ka ardhur momenti që të flasim për një nga temat që tregon se sa zonja të rritura jemi. Zonjusha ose zonja. Prandaj mi veshur kështu sot. Prandaj Mingli është veshur si partnerja zyrtare e Edi Ramës, Linda Rama na fal. Patjetër investimet kalojnë nga unë. Çdo gjë, telefononi. Çfarë mendojmë për bashkëtesën? A duhet të bashkëtojmë përpara martese apo jo? Pra përpara se ai të vendosë unazën në gishtë të kesh atë propozimin e ëndrave. Po. Përgjigja ime është nën-a. Po. Unë se di se të bëj pyetje ty që pres përgjigje kështu tradicionale. Ti je tani shalqinin. A e blen ti pa e pan që s'është i kuq brenda, tani unë e marr atë të dashurin, martohem, edhe po sikur mos më pëlqej bashkëtesa në martesë, ç'ti bëj? Është më kollaj të ndarë se të divorcohesh. Shishi. Ja, domethënë kjo është gabim. Ti futesh domethënë në bashkëtesë me idenë që ti mund të ndahesh dhe ti thjesht po e teston këtë njeriu na përshtatesh apo jo? Jo, nuk po e testoj, dua të bashkëtoj sepse e dua, por ideja është që dua dhe ta provoj se si është, se bashkëtesa është më ndryshe se sa lidhja. Plus unë nuk kam njeri për të marrë shumë besë, mua më tha astrologa ti nuk të duash. Në këtë pikë nuk e di ku qëndroj në jetë. Kemi një bisedë shumë serioze për të bërë se çfarë ka astrologja. Vërtet, është e vërtet. Po Jesse. Unë jam 50-50. Se je 50-50. Për shembull, unë mendoj që unë duhet të bashkëtoj në një pikë të lidhjes së partnerin tim, por jo për shumë gjatë. Pra unë mendoj që bashkëtesa të martohem, ti një hap më shumë, sepse unë mendoj që bashkëtesa është një hap shumë i mirë ku një çift një njëri tjetrin, por mendoj që duhet zgjas shumë. Pra është një etapë. Mendoj që është një etapë. Po prapë ti dhe kur martohesh vazhdon të bashkëtosh. Po është pak më serioze, pra ka më shumë përkushtim, mendoj unë. Pra sa kohësh fillon ti të bashkëtosh? Mendoj që është ideale. Okej, unë mendoj që ideale do ishte pas 2 vitesh. 1 vit e gjysmë, 2 vitesh është ideale të bashkëtosh. Kjo i ka me kohë, motor, i ka me timer, ka bërë. Mendoj unë tash se nuk i diet kur, mendoj unë. Kronologjike e Xhesit ka nisur tik tak. Xhesi zgjodh në mëngjes thotë akoma nuk e bashkëtoj me dikë. Akoma. Jo, jam e vogël të më bashkëtoj. Jam e vogël. Unë mendoj që ndonjëherë, për shembull, mund 2 vite duket se dhe një pak më shumë partnerin, por ndonjëherë mund të njohësh dikë që ta duash aq shumë të kish atë klikun, saqë pse mos ta provosh, domethënë. Unë mendoj që kur je në një moshë pak më të madhe, jeni 2 njerëz që jeni pak më të që e dini ç'a doni, po e them kështu troç. Ju e dini të dy ç'a doni, e dini nëse lidheni apo lidheni thjesht për të bërë seks apo thjesht sepse e shihni veten me njëri tjetrin afat gjatë. Jetës nuk i dihet kur ndahen njerëz me fëmijë, por e dini ç'a objektiva shkeli.
Dhe mund të ndodhi që kjo nuk ka një rregull caktuar, sepse njerëzit nuk ulen thjesht dhe të thonë, shiko, se do rri kaq kohë lidhur dhe pastaj pas kaq kohës unë do filloj të bashkëtoj. Pra nuk ka një rregull caktuar. Po se është ta ndjesh, se mund të ndodhi se unë njoh një çift për shembull dhe kur I kemi pyetur ata se sa kohë kanë që bashkëtojnë ose kur filluan bashkëtesën, ata janë akoma, domethënë unë kam pyetur para 3 vitesh, ata janë akoma bashk dhe ata sa janë njohur, kanë kaluar periudhën e njohjes, janë lidhur dhe pas lidhjes direkt kanë nisur, domethënë gjatë fillimit të lidhjes pa bërë një vit, flasim 6 muajorçin e parë, direkt kanë nisur bashkëtesën dhe janë akoma bashk. Patjetër që zgjedhja e partnerit me cilin ti do ndash jetën është një nga vendimet më të rëndësishme që do bëjë një vajzë në jetën e saj, se nuk është një vendim që mund të luash ose të tallesh. Kur ne hodhëm asku në Instagram, shumë goca mua më bëri përshtypje me thënë drejtën, patën këndvështrimin që ishin kundër bashkëtesës. Para martesës. Para martesës. Dhe do t'ju lexoj një letër që na dërgoi një vajzë, se ka argumentuar shumë mirë mendimin e saj kundër bashkëtesës, dhe më thoni se çfarë mendoni. Nuk dua të angazhoj veten, mendjen, qenjen, kohën, trupin dhe gjithë jetën e gjithçka që kam me dikë që nuk më ofron mbrojtjen 360 gradë që meriton një grua. Jam kundër bashkëtesës para martesës, sepse mendoj se kur një marrëdhënie fillon duke e lënë derën hapur për çdo dalje, ajo nuk ndërtohet mbi angazhimin e vërtet, por mbi provë dhe pasiguri. Bashkëtesa shpesh maskohet si test për martesën, por në të vërtetë krijon një lloj komoditeti pa përgjegjësi, ku secili e mban një këmbë jashtë. Martesa, përkundrazi, është akt vullneti dhe përkushtimi. Zgjedhja për të hyrë në një marrëdhënie që kërkon përpjekje, besim dhe qëllim të përbashkët. Kur jeton me dikë pa të premtim, ti e humbet thelbin e ndërtimit bashk, sepse çdo vendim merret me mendimin, hajt se nëse nuk funksionon, po largohem. Për më tepër, bashkëtesa krijon një iluzion stabiliteti që nuk është real. Njerëzit binden se e njohin njëri tjetrin thjesht sepse ndajnë të njëjtën hapësirë, ndërkohë që pa përkushtim dhe përgjegjësi ligjore apo shpirtërore, thotë, çdo konflikt mbetet me rrugë të hapur për të shmangur. Ka thënë Rea. Kështu që ky mua më duk një këndvështrim shumë interesant për bashkëtesën, sepse ti thotë që po I jep benefitet e të qenurit gruaja e një burri, ndërkohë që ai nuk po merr përgjegjësitë të qenurit një burr në bashkëtesë. Ka diçka që mendoj unë që kanë gocat shqiptare. E mendojnë në çdo aspekt me çunat. Një lidhje ti je 50-50, pra është reciproke. Ai do marrë benefitet nëse vajza I quan të një gruaje, të një burri, të një gruaje, është e barabartë në të dy anët. Lexova një shprehje shumë të bukur, një metaforë angleze të vjetër që thoshte why buy the cow when you can have the milk for free. Pra pse të blesh lopën kur ti qumshin e merr falas. Do të thënë kjo është një shprehje shumë e thënë në mënyrë shumë brutale, ndoshta që tingëllon keq, po ideja është që ta mbaroj. Do të thënë pse ai tjetri të angazhohet dhe të t'japi ty çdo gjë, edhe të përfundoj në martesë, kur ai të gjithë benefitet e të qenurit I martuar me ty, po I merr ndërkohë që ju jeni në bashkëtesë, po merr përkushtimin, po merr intimitetin, po merr dashurinë. Edhe ti po e merr, është reciproke. Ta mbaroj pak të lutem, ndërkohë që deri në fund ti mos u habit pastaj nëse ai nuk dëshiron më të blej lopën, që në këtë rast është martesa, ajo që jep të gjithë angazhimin e plot. Kupton? E kuptoj, po xhanë bashkëtesë unë bane thash një gjë, unë jam shumë dakord që lidhja të ketë disa etapa, pra bashkëton, pastaj martohet, që është hapje pastaj bën fëmijë me radhë. Ideja që ndron që nëse unë në kjo bashkëtesë jam shumë e lumtur, partneri plotson më të gjitha gjërat dhe unë aty, pra benefitet janë të dyanshme. Ti kur je në një lidhje, domethënë është faza e parë muajt e mjaltit, pasioni dhe vjen edhe pastaj që bëhet lidhja më serioze. Ideja është që ti si mund të pretendosh që nga lidhje të propozoj për martesë, sepse ti si mund të hysh në një martesë me që martesa që nga kaq e shenjtë dhe që nga kaq investim shpirtëror etj, si mund ta bësh me dikë që nuk e njeh plotësisht se vetëm në atë lloj mënyre siç ti don që si grua të kesh mbrojtje 360 gradë në martesë, është vetëm mënyrë që ti 360 gradë të njohësh një person duke bashkëtuar. Po unë jam dakord që ti e nis bashkëtesën me qëllime që kjo gjëja po shkon diku, bën shumë sens, nuk mund ta nisësh bashkëtesën për të para po funksionon lidhja si njerëzit që bëjnë fëmijë për të mbajtur burrin me zor, nuk bëhet kjo gjëja, por nuk mendoj që martesa ka ndikim, se nuk mendoj që lidhja kur ti e do shumë një person nuk e shef që është me skadencë. Po tani për qumshtin, pra do skadoj kjo lidhja dhe ai do gjej një qumësht tjetër. Nëse ti e nis me këtë mindset,
edhe martesa në divorc do shkojë. Kjo është më tepër në sensin e sa dëshiron ti të japësh në këtë marrëdhënie, sepse ka shumë vajza, ka shumë histori që thonë unë jam penduar për çfarë kam dhënë atë bashkëtesë sepse e kam trajtuar shumë mirë. Dëgjova një histori, e lexova më saktë një nga goca që dërgoi që thoshte kur unë isha e lidhur me të, ne filluam bashkëtonim shumë herët dhe kishim bashkëtuar për rreth 1 vit e gjysmë 2 vite. Dhe tha, unë kur gatuaja, mami vet udhtonte jashtë shtetit, unë bëja ushqim për babin e vet dhe tha jam penduar shumë që kam trajtuar prindrit e atij ashtu sepse nuk e meritonte. Për shembull, ky është një trajtim që ti e bën për bashkëshortin, nuk e pse bën për të dashurin me cilin po bashkëton. Jo, po një sekond. Për bashkëshortin nuk e bën nëse nuk e ndjej, sepse nëse nuk e ndjej, po ideja që njeriu është një shprehje shumë e bukur që ka thënë Gandhi, ti duhet të jesh ndryshimi që shen në botë, dhe nëse ti e ndjen ta bësh diçka, nuk është nevoja për label. Unë nuk po e bëj këtë sepse jam pastruese, nuk po e bëj këtë se jam kuzhiniere, po e bëj se unë jam megli, unë kështu e kam zemrën, mund ta jap ushqimin, ja jap dhe mamit atij, ja jap dhe lypsit Për mua nuk ka rëndësi, është një vepër humanitare. Nuk mund kapemi me detaje. Nuk është vepër humanitare, mendoj unë. Në sensin e më bë për të ngrënë është tjetër gjë. Nëse unë ndjej ta bëj, nuk mendoj që do të pendohesh për diçka që ti ke bërë se e ke ndjer. Ky është një lloj përfitimi, një lloj angazhimi që ai e meriton ta ketë në rast se ti ke unazën në gishtë dhe thua. Po mi më fal, do i thosh jo po unë do bëj, nuk do bëj për babain tënd me që ai është 2 ditë vetëm, nuk e ka gruan në shtëpi. Jo, prit pak, se unë po flas. Si të vendos kufit. Jo, po pra, vendos të bashkëtohesh funditës. Vendosja e kufive të shëndetshëm që unë e përmend gjithmonë, po është kaq e rëndësishme, është ai ndryshimi që bën, sepse nga bashkëtesa, nga të qenëritisht të dashur që ju po testoni njëri tjetrin për të njohur dhe kalimi në një fazë që shiko se unë po bëj rolin edhe të nusës tënde dhe po shkoj dhe po i shërbej dhe prindërve të tu me dëshirë, se ne kemi shumë këtë Megli, domethënë ne gocat e thash dhe dje kur po flisnim për temën, nuk të japim pas siguri, ne të japim gjithmonë jo gjithmonë, në të shumë të rënë rasteve, goca në një marrëdhënie jep atë sigurinë që do jetë gjithmonë aty se ne përfshihemi. Ndërsa mashkulli nuk është ashtu. Mashkulli është një këmbë brenda, një këmbë jashtë. Mashkulli lë gjithmonë atë derën e hapur që shikon se bashkëton me dikë që nuk ndihesh e sigurt. E vërtet pra kjo është. Do kesh një moment për të krijuar sigurinë. Po ti çam them u dje, mund dalësh jashtë të shtypi makina. Po sikur. Nëse ti unë mendoj, edhe ti e din të treja ne që jemi këtu, e kemi kaluar një fazë që ndoshta dhe ai personi tjetër ka qenë bërnut, nuk ka qenë fare për të pas siguri. E ndjen unë për shembull e kam ditë shumë mirë që në një fazë ky robi nuk bën. E din, e ke të femra ka intuitën shumë të fortë. Ne zgjedhim të vëmë logjikën dhe racionalitetin në punë, është punë tjetër, a vepër me emocione apo me logjik. Por në këtë pikë mendoj që ti e di shumë mirë se si ka shumë raste që ndodhe kundërta, ka shumë raste që shumë meshkuj transformohen në periudhën e bashkëtesës, saqë gocat janë çfarë drish ndodhi me kë jam lidhur unë, se bashkëtesa me të drejtë tregon ca anë që ti nuk i njeh kurini. Patjetër, prandaj unë mendoj që bashkëtesa është një hap shumë i rëndësishëm në një lidhje dhe përpos kësaj, këto gjëra që vinë më vonë me të prindin dhe ti the duhen kufi të shëndetshëm, nuk mendoj që në këtë pikë ka kufi të shëndetshëm, sepse ti je njeri dhe ke individualitetin tënd në fillim përpara se ti jesh partnerja e dikujt. Jam shumë dakord. Dhe nëse ti nuk do të bësh ca gjëra, edhe në bashkëtesë nuk do t'i bësh. Po në situata të tilla është kur tha Megli human në një pikë. Është një sot ta marrësh ndryshe sikur mami jot është vetëm në shtëpi, nuk e ka babin këtu, do të dashuri jot ta marrë 2-3 herë, 2-3 ditë rresht. E kupton? Pra ai po e bën në këtë pikë thjesht humane, është më shumë për ndihmë, sa thjesht për të parë benefitet e një burri ose një gruaje. Domethënë, e thën për kraje, po më saktë është për kraje. E thën nga unë kjo, domethënë unë jam njeriu që mund të bëj siç jemi të gjitha, domethënë unë bëj për atë lypsin që thua ti në rrugë, domethënë pikon shpirtin, jo më për dikë që është njeriu i tij afërt, por ajo çka unë po them është që në afat gjatë ti të mos i japësh atij çunit që thjesht po bashkëton në fazën tënde të fillimit përfitimet se kur ti je gruaja dhe nusja e tij prej shumë kohësh, ndërkohë që ti nuk shikon sinjale që kjo lidhja është drejt një vazhdimi të shëndetshëm. Unë mendoj që meshkujt e ndajnë mendjen edhe vërtet. Kur e kanë të qartë që e din për shembull mua më ka ndodhur, unë kam shpesën e çunave shok, edhe ata që në fillim të lidhjes ka raste thonë që nuk do zgjasi, ka raste ai thotë e di që do zgjasi dhe e kanë më të sigurt. Çunat në bashkëtesë kanë atë tendencën që të bien rehat, siç janë të dyja palët, po sidomos çunat kanë atë tendencën që të ndihen rehat dhe të thonë ose tani, po ç'a ndryshon? I know this. Domethënë ç'a na ndryshon neve nga një çift i martuar? Ne jemi xha një familje. Jo, ti nuk je xha një familje, sepse
nga bashkëtesa në martesë ndryshojnë shumë gjëra. Ndoshta unë jam pak tradicionale, jam bërë tani se nuk kam qenë, po me rritjen edhe me filluar në të kuptuar ca gjërave pak më ndryshe fillon dhe bëhesh në rastin tim. Nuk është e njëjta gjë bashkëtesa me martesën. Jam dakord. Dhe jam shumë dakord me atë që ti the, që duhet ketë një fazë që bashkëtesa kalon në nivel tjetër, sepse nëse fillon dhe rri shumë në bashkëtesë, fillon dhe kap një reati që është e pashëndetshme. Në syrin tim, nëse unë do bashkëtoj me një person, nuk do jetë aq vizibël ose aq afër familjes time. Pra do njihen, normalisht do njihen për të parë sa serioze është gjëja, po nuk do jenë domethënë aq të afërt në në komunikim ose në gjëra të ndryshme. Mendoj që në bashkëtesë njoh unë, është rrata ime për të njohur partnerin tim. Po këtë se vendos ti sepse ai partneri jot mund të jetë shumë njëri i sjellshëm, shumë i mirë, mund të shkoni tani dreka darka bashkë, mund të shkoni në kinema, mund të vi mami për vizitë në shtëpi se bashkëton. Nuk do që do humbi kontaktin me fëmijën. Kjo mund të ndodhi momentet, domethënë muajt e parë. Kjo ndodh muajt e parë, që ti thua dua ta mbaj larg familjes, se pastaj nëse ti e shikon që kjo gjëja po bëhet, domethënë është shumë normale, nuk ka asgjë që ai të shkojë dhe të takoj ose ti të bësh hyrje dalje në familjen e tij. Megjithatë, ka një pikë që gocat e kishin prekur përgjatë bashkëtesës dhe ne dim shumë mirë që është një nga pikat ato që janë pikat e thyerjes, po e quaj unë, që është seksi gjatë bashkëtesës. Pasioni në bashkëtesë. Ashtohet, ta venite, ta thonë vjen. që jeta seksuale ndryshon pasi ti fillon bashkëtesën. Seksi nuk është më ai pasioni, nuk është më ajo, ku di unë, epshi, nëse ti thua 5 herë në javë, tani Për ditë. herë në javë edhe je me paterica. Ço mendojmë? Sa herë, 3 herë në ditë, 4 herë në ditë. A punoni, as punoni, a keni na jetë, a si ju shkon. Unë mendoj që ne mendojmë se nuk kemi eksperiencë bashkëtese. Nga eksperienca jone bashkëtesës Njëra me tjetër. gjindet tona në sretën mëngjesi. Mendoj që në fantazin time mendoj që nuk venitet, dhe pse e di shumë mirë që në realitet nuk ka shanse. Domethënë mendoj që të merr të ulta. rutina, nuk është që është bomba plas edhe sa hyn ti në shtëpi mas punë mbyll derën edhe plas Wow. baba bum. Gyp i themi ne këtu te pa manuali, po Po? mendoj që mund të bëhet rutinë. Rutina na herë nuk është gjë e keqe, e keqe të sigurt, por mendoj edhe që ka nevojë njeriu të bëj këtë spice up-it. Unë ja thash edhe Blertës atë ditë kur po flisnim, i thash, "Blerta, imagjino të bashkëjetosh edhe të blesh një kostum lingerie shumë të bukur, Si lloj. edhe ta veshësh dhe ndërkohë ti të dalësh për një dinner date të shtunën, edhe ngacmohesh kështu poshtë tavolinës me këmbë edhe shikohesh. Dhe pastaj shtuna ta lesh një herë në javë të paktën të ketë një date night. Po vërtet, kjo duhet, kjo duhet. Telefonin e kthen mrapsh. Dëgjoni Ne me nënën këto tuaj gjona që këtu. themi, mos ta kthej mrapsh ai, unë e kthej mrapsh telefonin. Jo atë. Edhe e bën atmosferën. Jo, dëgjoj. Duhet ta krijosh. Tani, këtu futet hallua. Hallua. Të vjen në ja. Zbëhet, ë? Një herë në javë motra ime, me këtë ritëm dite që ndodh në 2025-ën, sun 2026-ën, domethënë nuk ndodh. Ndoshta unë jam ajo tipi përtatse, po unë dua të qëndroj shumë realiste te kjo, se jam e sigurt që shumë goca e gjejnë veten. Ti të jetosh me një njeri, po flas jo për fillimet e bashkëtesës, unë po flas për kur ti ke kaluar një periudhë konsiderueshme, pra ti ke një vit që po bashkëton, dhe gjërat kanë ardhur në rutinë. Është gati e pamundur që ti një javë të rish mendosh do veshësh ti lingerie apo të spice thing up me darka. Moj Blerta, ta thosh do një të herë në muaj. godas se Jo, nuk është fare një herë në drejt. javë. Ti a Është mendon për realiste. manualin, a ke menduar Mendoj gati çdo për ditë. manualin se çfarë do veshësh, edhe ke shku biles kemi shku kemi blet geta last minute. Atë last minute kur ke Gjesi për çfarë la lesh një herë që hymë dhe bleu. I bleva. I bleu. Dhe lingerie të për çfarë? E gjen kohën. Sepse është thjesht momenti ti shkojë në palestër në fillim, nuk është më me libra. Është shumë në libra kjo, njeriu e gjen kohën një herë në javë, goca, ndoshta jam unë gabim, po është shumë. Po si një javë histori çfarë bësh? Shumë, të dalësh për një dark. Mos bë gjë po deshe, thjesht dila një dark. Jo, pse po qëllimi kush është? Jo. Ta dark? Goca, Ka dark? Unë dark ka çdo ditë.
Shiko goca, ajo gjëja mund prema saj. Jo. ajo gjëja mund të bëhet edhe pa dalë për të lënë darkë gjësi. Mund ajo bëhet më e bukur, ajo bëhet më e mami im bukur. dhe thot, po kur të bësh fëmijë ti? E mendoj shumë herë unë këtë. Te gjyshërit edhe. Jo, po kur i bën Ajo e fëmijë, ka për e ka menduar zemra, ajo ka jetën shumë figured out, e ka zgjidhur ajo. Gjesi ka një scrapbook moodboard që ka gjithë fytyrën e vet e ka pre nga fotot dhe gjithë në penthouse, gjithë kështu në lokacione të ndryshme. Fëmijën te gjyshrit thot Gjesi, domethënë unë nuk kam fëmijë. A shumë e funksionon njerëzia. Imagjinata ime seksuale është që ti fëmijën te gjyshrit e lë sepse do do të mbledhësh kockat bashkë me atë, kupton, të krijosh ambient. Të mbledhësh kockat, dhe jo bën atë ti. çajin viral në TikTok. Kockat e mishit i zihemi, hedhim pak limon, hedhim pak ginger. Okej, ndoshta e egzagjerova pak, nuk po flasim për vitin e parë të bashkëtesës, po flasim për martesën kur është bërë kështu. Po je duke fol shumë. Unë dhe ti Blertës kostum linxhëri dhurat me një Dhurat një hap ta hoqëm, hapin tjetër ndiqeve. Po unë Blerta nuk do ta bëj kur këtë gjë një herë në javë, modra ime nuk ka shanse. Nuk po them për seksin, po them për të veshur angazhimin, gjithë efortin. Zemra duhet të qëndrojmë realiste. Nuk mendoj që Mirë, ani nuk mendoj që mund të bësh zoja nga diçka. Pasën një herë në javë, ma ishim u fiksimi. me linxhërim. Po. Çfarë problemi ka? Ajo të më të thjeshtat. Shiko që të mos krijohet ideja që unë jam një murgesh. Unë nuk jam murgesh. Se mos sillet sikur ka brekorçe. Linxherin. Jo, unë thjesht them jam realiste si them të eforti, se kishte shkruar se e nxora edhe këtu shënim, një gocë kishte shkruar jo, thot marrëdhënia, jeta seksuale nuk ndryshon, gjithmonë duhet të jesh kreativ dhe spicing it up till death. Tani kush drejshin ka nerva till death to spice things up? Mirë, unë mendoj, ajo po normal. Do të shoh. Se si është? Do të shoh. Do të shoh më lule. A do ndaj video? O perëndi. Deri këtu do shkoj nistia jon. Se Dirama nuk më lën prononcon. Shiko. Për shembull, unë pash një goca ajo tha ne një herë në javë kemi date night dhe se atë natë, atë dating, për shembull, nëse është radha ime e paguaj unë, nëse është radha jote e paguan ti. Jo, për ato më të tjera se po donë xhep hiç po. Por mund të jetë edhe falas, mund të jetë një gjë, mund të jetë te liçeni. Pra thjesht që ju të dy një herë në javë keni pastroni agendën dhe i kushtoni vetëm njëri tjetrit pa telefon, pas një stimul të jashtëm. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. The new script writer of a romantic Si moj, absolutisht. Nëse do lë gocat që ta komentojnë këtë, është Tim Blerta apo Tim Megli apo Tim Gjesi që thotë sfuz dorën në xhep. Tim Gjesi dhe Megli duhet kemi një Tim Megji. Mos bën 3 polle, 2 polle. Tim Blerta, Tim Megji. Tani, i pyeta unë gocat se cilat janë këshillat që ju japin vajzave që nuk kanë bashkëtuar akoma, po do bashkëtojnë për herë të parë. Edhe veçova disa. Ndani shpenzimet e përbashkëta, thot, por ki gjithmonë një llogari tënden. Mundësisht ai mos ta di fare. Jo, nuk jam dakord, por më mbajtë vetëm mendoj të kesh llogarinë tënde. Megli. Po mirë, ke llogarinë tënde, ai ka llogarinë e vet dhe mund të keni edhe gjëra të përbashkëta që keni për shpenzimet e shtëpisë. Me fillu me sekrete që mbashkëtesë, martesë, imagjino martesë. Goca kam shumë për të thënë këtu po. Jo, unë si eksperiencë personale, po si këndvështrim. Mos e jep të gjitha përfitimet e një burri, nëse është thjesht i dashuri yt, nëse do që të martoheni. Këtë e diskutuam. Po çfarë të përfitimet e një burri, më do jetosh në një shtëpi, do gatuash, do bësh një burr që gatuan edhe i bën këto, atëherë ti çfarë po jep atit në që ai të thot po përfiton. Po pikërisht diskutim kjo. Jo, nuk ka diskutim fare se to e teprojnë, bëj sigurisht një anshme. Gjesi, e di si është kjo puna? Kjo është njësoj se ajo, shiko, unë nuk po e blej këtë accountin e Netflixit nga karta ime se ja marr atij shokut borxh. Ty nuk të dhimbsat ai Netflixi ose ajo pagesa, se ti e ke qyl. Ose është njësoj se thot për shembull një punëmarrës, ore pse të marr unë të paguaj punonjës të rinj kur un kam këta internat që po ma bëjnë punën pa për eksperiencë. Objektive, marrëdhënia subjektive me ndjenja, nuk është njëta gjë. Jo po marrë po bashkëtoj me një çun, se duhet një marangoz që të mregulloj dhe hidraulik her pas herë kanë punë. Unë thash, bashkëtesa duhet të ketë një limit kohor. Në mendimin tim, pra bashkëtesa më shumë se 2 vite nuk bëhet. Gjatë këtij limiti kohor, mos e jep pra të gjitha. Po çfarë do të jap, do të gatuaj unë se ti nuk e meriton që unë të gatuaj ty. Po jo, pra nuk do të shiz do të merrni kaq. Çfarë benefitet që jep një grua një burri në bashkëtesë, që jep ka më shumë në martesë. Po të gjithë pra, si çfarë thoni ju, mos unë jam shumë pro, unë do jem pro gjithë jetën time që ti, për shembull financat e tua të kesh një llogari tënden, që ai
jo mos ta di, ndoshta Po ne këtë thamë, mos ta ta mbaj di, sekret. mos ta mbaj sekret, ti mbaj po ti nuk e di mos ta di. Po unë mendoj që të dashurit nuk mund t'i marrësh, domethënë s'mund t'i thush çdo gjë, po avash fillon Ore ti nuk e di kur se të vjen jeta herë. Po çfarë ka të marrë sekrete? Ti nuk e di kur çfarë do Po bëj. që kam lidh me hajdut, do më Jo, vjedhi. nuk je lidhur me një hajdut, je lidhur me një njerëz i cili jeta të ndryshon dhe koha ndryshon, koha na ndryshon dhe ne. Unë nuk ka e di, ai mund të ketë llogari. Të mbaj sekrete. Po. Që t'ja mbaj të mçeft. Sekrete, miqeshat dhe miqtë mi mbanit e lekët. Ua, Kjo është shumë personale për mua kjo tjetra. Është okay të flini në orare të ndryshme. Jam shumë dakord, se mua më së gjumin e 9 në. Jo, unë jam okay deri diku. Kështu që Por gjëja më e rëndësishme dhe këshilla më e rëndësishme që do jap unë sot është që nuk kam provuar unë vetë në bashkëtesë, por nëse do ishte rregull primar që kur të dy të shkinin këmbët në një shtëpi që ne do bashkëtojmë, do ishte që mos të flinin kur të mërzitur. edhe unë më pëlqen shumë kjo. Nëse unë flin të mërzitur, di nga shtëpia vet, zhduku nga ajo shtëpi, është nuk e di, më duhet rregulli më primar që duhet të ketë çdo lidhje. Mos flini të mërzitur. Nëse ai e zgjumi dhe ti e mërzitur, zgjoje dhe nxjaj jetën. Faleminderit. Ose zgjoje dhe komuniko pse je mërzitur. Nxjaj jetën, Do- nxjaj jetën. po Zgjoj nga gjumi, lëre pa gjumë. Kaloni kohë vetëm. Nëse ti je në dhomën e gjumit dhe ai rri në kuzhinë dhe shet televizor, është okay, nuk do të thënë që ju nuk duroni dot njëri tjetrin. Pra, ky është kufin të shëndetshëm që ne vendosim edhe kur bashkëtojmë. Jam dakord, jam dakord. Tani, Unë do i bëj një pyetje. Për shembull, nëse ju do bashkëtonit, do shkoni te zyrat e Remax Infinity Plus. Okej. Do sa thoni specifike. dua, specifike normal. Dua një shtëpi. Do bashkëtoj. Okej. Në çfarë zone do i thoni që te kjo zona mua kurrë mos të ndot ma propozosh një shtëpi. Nuk e dua kurrë te kjo zona. Deli Orgj. Pse Deli Orgj? Zona e Deli Orgjit për mua është një jo e madhe, pra më duket një investim i çuar dëm me ato të çmimet që janë për qiell dhe ti e ke gjithë plurin që të vjen Ashtu shkudo në Tiranë. dhe një zonë tjetër që nuk do bashkëtoja kurrë është. E ke parasysh atë zonën e bulevardit, nuk do bashkëtoja kurrë. Nuk do preferoja të jetoja se jeta si dihet kurrë. Ajo zona e bulevardit ku ke ti shtëpinë, që është zona e bukur. Bulevardi Zogut Parë. Po, te treni. Po. Në fund fare janë bërë ca Bulevardi i ri, të reja. që është bë. Po, bulevardi i ri, në fund fare, nuk e di si quhet ajo zona. Paskuqan, është rruga që nxjerr për Paskuqan. Ja, kush Paskuqan? Bulevardi i ri moj. Po, bulevardi i ri, po në fund Paskuqan, fare është zonë që nxjerr për Paskuqan. Paskuqan. Nuk, jo, refuzoj, bulevardi i ri i bukur që është bë. ai bukur me Bulevardi i drita. ri. Në Paskuqan. Po, në fund të rrugës të ura, në Po, Paskuqan. pa një super kompleks është ndërtuar aty. Po ndërtojnë super komplekse se thonë që do shkojnë bashkia tani aty. ti e ngref i rregulluar dhe i thua ti, hajde më merr në Paskuqan. Kam një duplex në Paskuqan. Ku? Në Paskuqan. Ç'ky muhabet? E a fajnë emri pra, është emri problemi. Me emrin e kam unë. Ndroja Me emrin, emrin, vëja. okay. Më mirë vëja. Paskual. Hajde më merr në Paskual. Jo, Gjesi. Ti Gjesi ku nuk do jetoje kurrë. Unë e kam shumë specifike. E din gjithë Tirana. Astjer. Nuk do jetoja kurrë në Astjer, nuk do zgjidha kurrë që unë me të dashurin tim të zgjohesh në mëngjes për të pirë kafën e mëngjesit poshtë, Kuptoj. që kanë se s'bën ngjitur lounge dhe një parukeri. Kuptoj. Nga parukeria i bën dhe buzët. I bëjnë kështu. Ah. Si që ku e pa piti tok, kafen në dhe mëngjes? kanë extensionat deri te beli këtu edhe e kam me ca fjetë ndara këtu që duken floku me ato e kanë degura. specifike, ka me njerëzit, e ka me Gjatë lutem komunitetin. Komunitetin. Nuk jetoj dot në ato komunitet. e Astirit. Me Nuk grushi shohësh pak. ti çdo mëngjes të Bravo. lutem. Jepet që këtu, Në kolegë. Kamës. Në Kamës. Po tregon ti komunitetin E Astirit patjetër që po. A ke hyp në ajër në Të më autobus? jepnin, Se të më nuk dukesh jepnin. femra që hyp autobuseve, po un kam hyrë në autobus për të shkuar në Kamës, që të merr autobusin për të shkuar në Durrës. Te autobusi i Vorës apo jo është Ashtu e të Kamës, zëraj. më falni. Aty janë me kpus lustrafin me maj, me tuta, me faqe të kuqe dhe kanë dalë bëjnë shopping se ka Black Friday. Të lutem shumë. Vora është ndër muhabet. Abuzimet që ndodhin në autobusi Kamzës edhe Në femrat çdo me autobus tuta të ndodhin. kuqe. Kamza është ekstrem. E, po, të flasi- Ti ke dhe meme për Kamzën. Të shash Astir në këtë lloj mënyre. Normalisht do shash Astir Astir. e Një nga papranueshme. Kamza, një që jeton Kamës. Mo një po e them kështu publikisht. Të më jepnin një duplex në Astier. Nuk do jetoja kurrë. Po thonin lëre Kamzën, hajde në Astier. O Jo. Zot, o univers. Për atë zot nuk do jetoja kurrë në Astier. O Nuk ka univers, shans. dëgjoj Do i në surreale. Kamës.
Barbie sot nuk jeton në Astir, por jeton në Kamës. E shan Astirin. Kam një lutje dhe do kalojmë te një telefonat shumë e rëndësishme. Të lutem bleni. Fale, dini ju të për Kamza. Jo, të lutem Gjesi më lejo se kam një moment shumë personal. Të lutem univers silli Gjesit një mashkull që ka një dupleks në Astir. O zot. Dhe ja bën dhurat Chelsea në një kuti, të lutem. Do marrë atë Remax Infinity Plus në telefon, do i them do ma nxjerrë si me qerakët në dupleksin Astir të marrë Lego. Vetëm është që t'jetosh aty. Ne do marrim pak tani në telefon. Love dupleksin tim Kamës, ma ka bë babi. Do marrim në telefon tani për të konfirmuar gjitha shëthemet e Astirit një herë. Erionin nga zyra e Remax Infinity Plusit dhe të vërtetojmë me Erionin. A janë vërteta gjitha shëthemet e Astiri, Deliorgjit. Më pëlqen shumë emri Infinity Plus. E mora me video call. Një sekond. Remax Infinity Plus. Infinity Plus më jep sigurinë që do jetoj deri në infinit. Me partnerin tim, do t'i bashkëtesë gjatë. Me një nga këto me vetrata që duket qyteti mirë. Erioni. Alo? Erioni, përshëndetje. Hi. Përshëndetje. Si e nga pa manuali të kontaktojmë një thirrje zyrtare. Si jeni ju mirë? Mirë. Ore, unë do ta nis me një pyetje, pastaj kaloj te Astiri. Erion Alimema, më në mos gaboj? Erioni? Dora vetë. Nga zyra e Remax Infinity Plusit. Ore, pse më thanë mua me shumë superlativa që ti ishe konsulenti imobiliar numër 1 në Shqipëri një herë? Po nuk se të kanë gënjur. Nuk më kanë gënjur. Jo. Unë jam konsulenti për vitin 2024, se 2025 nëse kemi mbyll akoma. Ç'a të bën ty? Po Shqipëri, Kosovë, Remax. Wow. A do na lajmërosh nëse këtë titull e mban dhe për 2025-ën? Po me shumë mundësi do ta mbajmë edhe do të njoftoj, edhe do t'ju ftoj. Ç'a të bën? Sa qef. Na ftove vërtet jo për çok telefonate në emisioner. Pra me vërtet ku ta gjejmë festën e fundvitit ju ftojmë. Dhe ishte super qef të ishit dhe ju. Ti ke bër më shumë lek, domethënë e thon kështu shqiptar çfarë, prandaj je konsulenti më i suksesshëm i vitit 2024. Ashtu shkojnë ato, në momentin që ti bën më shumë transaksione në numër, normalisht përkthehet edhe në vlera. Mani, e kuptoj. Tani Erioni, ne ishim duke bërë një diskutim në studio. Konstruktiv. Ishte konstruktiv. Gjesi po të bëj një brief. Gjesi jeton në Kamës dhe thot, unë nuk do blija kur një shtëpi në Astir. Pse shahet kaq shumë Astir, Erion? Astiri është si puna e asaj që të gjithë e shajnë edhe atje përfundojnë pasaj. Gjesi. Si stot mami. Po Astiri nuk ka asnjë gjë të keqe, shiko. Njerëzit asaj duan atje ku ndihen rehat me punën, me shkollat, me faj ka mund që ndihem rehat rrugë kosovarëve. Pse do të kem faj unë për shembull, Erion, që do më pëlqente shumë një shtëpi te rruga kosovarëve te Lake View-ja, në komun Parisit për shembull, do ishte super. S'ke faj fare ti atje duam gjithë. Çfarë faj ke? Po mirë për shembull. Se ëndra kemi bëva kidalin, e kupton? Sa mund të bëj një shtëpi te rruga kosovarëve për shembull, afër punës. Te shtëpi te rruga kosovarëve, po flasim për shembull për një plusish. Aq tek pullon. Aq vetëm. Tani te rruga kosovarëve, tani se shkoj në Tiranë përgjithsisht, jo vetëm te rruga kosovarëve, por gjithë Tiranën, çmimet ndryshojnë pastaj nga objekti në objekt, nga kati, nga planimetria, nga shumë gjëra. Rrugë kryesore aty. Po, nëse flasim për këto objektet e reja të fundit, nuk besoj që do gjejmë nën 3.000 euro për metër katror. Lirë. E zeza. Për vetëm nën 3.000 euro. Do ta bëjmë shumë më të bukur. Më të bukur kështu. Domethënë nuk gjen poshtë 3.000 euros. Jo, poshtë 3.000 euros po gjetem, më thuaj se për zotin kam edhe unë disa klientë që duan. Jo, po e gjetëm, do na ndihmosh ti ne, ja japësh klientëve të tjerë Erion. Ne jemi pyetje shqiptare që këtu, kështu që këto shtëpiat, ore zotëri, që thua ti nuk janë nën 3.000 euro metri katror. Tani mes nesh nuk e dëgjon askush tjetër. Janë këta çunat e Anglisë dhe të Spanjës? Ata më duket. Po, tash ata më shumë kanë namin, se ka të tjerë që blejnë më shumë se ata. Ua, kush janë? Nga vinë. Nga vinë. Po njerëzit më shqiptarë, ata që kanë traditë në blerë, se ata e njohin investimin, që kanë blerë që në vitet 90 e mbrapa, vazhdojnë të blejnë, të rishesin, sepse e njohin
pronat edhe e njohin investimet. Domethënë, Një pjesë madhe pasaj që vetëm mendojnë se do bien në ditë çmimet. kjo isha ardhurat edhe çmimet rriten, kështu që vazhdimisht jemi në të njëjtën fazë. shëndet. Fjalë e vërtet. Do me thënë, Faleminderit. nuk është e vërtet ky miti që këta çunat e këtyre vendeve, Anglia, jo Spanja, vinë kështu me thas me lekë të juve të Remax, Infinity Plusit edhe ju thonë, merri këto lekët dhe më gjej një shtëpi. Nuk janë këta se kemi kaq vjet që punojnë s'po i shikoj, ku janë këto thas? Nuk janë këto thas, nuk ka thas. Po çfarë thasësh më? Ato janë kështu, kanë ngel legjenda urbane, u kanë vënë një epitet atyre, tash çdo gjë merret me ata. Se ja këta, ata janë mirët, ata janë të këqinjt. Ata merren. Mirë. Nga hajër jo. Pyetja ime është, unë jam një njeri për shembull që kam shumë pyetje gjithkohës, dhe jam shumë kurioze të di çfarë pyetjesh mund të bëjnë ty që të mund të jenë të çuditshme përpara, domethënë, se të marrë një shtëpi me qira ose ta blejnë. Pyetja më e çuditshme. Pyetja më e çuditshme që ti mban mend. Më e çuditshme që më ka ndodhur mua ka qenë për shembull në fillimet e mia një rast që erdhi një zonjë tha duhet të blej një shtëpi. Okej, ku e do shtëpinë këtu në filan vend afër spitaleve, sa atje punonte. Okej. Edhe unë nuk është se kisha shumë eksperiencë, shku me pam shtëpinë, gjitha tjera, më tha më shkota se unë lek nuk kam. Okej. Si ke menduar ta blesh? Tha po ja, siç paguaj Qeran për shembull, tha 400.000 lekë, vetë pyeste banka dhe në vend që rastet paguaj kredinet, ma blen ata të bankës, tha çfarë problemi ka? Edhe kjo, domethënë edhe mos ishte vajt në mendje do ishte shumë perfekte, kështu do blenim gjithë shtëpi. 100% financimi binte kjo, po kush e di çka ka pas? 100%, po, edhe me një rrogë që s'ja del dot. Absolutisht unë do iki tani dhe do i them bankës, unë dua të blej shtëpi edhe Ma jep ti. Shumë ajo thoj që bleu. Po çifte, Orion, po çifte që për shembull mund të kenë ardhur për të bler shtëpi ose për të marrë shtëpi me qira. Ka patur një situatë, më tregon ai kështu Sikletshme. në një situatë sikletshme që ata ti mund të kesh hasur. Situata me çiftet faktikisht dhe mos çiftet e reja që shkojnë për shtëpi për herë të parë, dash për qira, dash për shitje, është gjithmonë problem se gjëja e parë është që duhet të bien të dy në një mendje, një që është shumë vështirë. Qartë. Se ku do njëri s'do tjetri. Edhe pjesa është që kur ti bën gjithë punën edhe bi dakord edhe ai të çon një mesazh sa për mas telefonit të shkova ato se s'do ndë gruaja, thotë ndroj mendje. Po çfarë si pëlqen gruas për shembull? A kanë kështu në s'ka një mos rëndësi pëlqim të çuditshëm të tipit nuk më pëlqen ashensori, ku di unë. Po për mobilimin për shembull kryesisht. Tani për gocat për atë. Se çfarë ndodh, për shembull, për gocat kryesisht duan pjesën e ambientit brendshëm të jetë i rehatshëm, komod etj. Çunat për shembull duan parkimin. Që mos vinë vërdall Vlen. se ndor kur kthej nga puna. Atë është zënë një çift aty kështu në syt tënd. Që të jenë zënë kështu që ti e gjendur në aq siklet sa thua o zoti ma çfarë dua unë këtu. Jo, përgjithsisht kanë turp, vetëm e shikon ajo çik shtremër në sy dhe ai jemi. Ka lezet. Kuptohen me sy, kuptohen me sy. Opa. Me sy dhe çfarë ftyra. Para zien edhe në syrin ton, ose kur është e kundërta, për shembull ai thotë për shkak se po flasun. Ai, Nga malësia duhet të jenë këta malësor. Kur ndodhe kundërta, thashë, zakonisht është që shikon gruaja në sy shtremër që E kuptoj. edhe ai do jepi të fol mbledhi pak ti, thotë, burrëri i dhe di unë thotë tjera. se po flas. Tani, një pyetje kështu, është pak e sikletshme edhe kjo. A mendon ti, Erion, që është rritur numri i çunave që i blen shtëpi një goce, dhurat, i përbashkëtesë, dhurat? Dhurat? Po, një goce. Me thënë drejtën unë do thosha që ka rënë, që kur është rritur çmimi i çantave. E bukur kjo. E bukur kjo. Se nga që shtëpia rritur shumë edhe është më komode të blesh i çanta, Normal, po shkoj herë me sa i shtëpi. S'ka faj. Po varet pastaj edhe nga sjellja, ku diun, nëse gocat për shembull din gjutë huaja, i pranojnë edhe dhuratat. Nëse s'din, Qartë. E kuptoj. keq edhe për to. E kuptuam. Robin ai Mirë, shpinë pas kuqen. pyetja ime e fundit është që ti, Erion, do thuash që Kamës është bërë super qytet, edhe janë arritur dhe çmimet e shtëpive dhe në Kamës pak fare, po është bëhet goxha. Mendon ti kështu? Ajo Kamza është, më thënë, infrastruktura është duke u rregulluar. Tani nuk mund të flas dot për pjesën rrugët urbane të shërbimit. Janë bërë shumë mirë se diun, janë rregulluar. Janë rregulluar rrugace. Objektet e reja që ne po operojmë atë janë vërtet shumë mira, komplekse të mira dhe ajo që është
më e çuditshme që ta dëgjojnë njerëzit është që një pjesë e mirë të stafit të aeroportit që janë stewardesa, pilotët. Edhe pilot, po se di. Po, kanë shumë afër dhe janë duke marrë rishtat shtëpi me qira aty. Kështu që nuk do ishte çudi që edhe çmimet e kamës do dyfishohen shumë O shpejt. Eriona, është më shtren një shtëpi në Astir apo në Kamës? Po normale është më afër që në Astiri. Heshtfer. Do flas me Erioni që është konsulent Ti quhesh Erion. Shiko, varet e di si është puna sepse ndonjëherë ne na marrin klient telefon thotë që kam shit shtëpinë në Astir dhe du të blej një tjetër. Edhe brenda buxhetit I them unë për shembull, a t'intereson në fresk? Jo, thotë se është shumë larg. Larg tash I varet nga nisesh. Edhe ku do shkosh te Vërtet. Po, tani thash, ai biri I botës që është pilot, e ka marrë shtëpinë me qira në Kamës. Ne që jemi në Kamës, tani nuk na intereson se na pëlqen lagja apo e kemi larg me punën, se ne se kemi larg me punën. Janë ziliqare që jetojnë Kamës, është super zonë Kamza. Për shembull ty mund të gjejnë shtëpi të mirë me çmim afërsisht Kamzën Sauk. Sauk. Po, afër kemi punën. Çesi. Afër është pa afër, po. E autostradës direkt. Sa u Se me se këtu kishe jemi në menduar. afër. Se kisha menduar më pëlqen. Është zonë e qetë, Po. autostradës del direkt ku të duash. Ua. Po, 1+1 është, ë? po 1+1 gjithmonë. Mund të flasësh. Ndërkohë që Gjesi mbyll Do bisedojmë. transaksionin me Do Erionin e Remax Infinity Po, Plusit. Erioni faleminderit që ishe me ne. Faleminderit goca, kalofshi bukur. Dhe flasim prap. shihemi te Kur të festa doni. juaj e punës kur ti të marrësh titullin sërish. Konsulenti imobiliar më I mirë I vitit 2025. Po, Për do Remaxin jeni, Plus. kështu që ta themi kështu live me që është ndeshja sot, jeni të ftuara. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që ishe. Faleminderit. Faleminderit juve, mirëpafshim. Pafshim. E mbylli Gjesi një transaksion për Kjo është e madhe, shtëpi. nuk e kupton asnjëri nuk do merr me Kamzën se ti do shaje një vend tjetër aq masivisht. Ideja është që kur Po nuk bën më është komuniteti, më I vajza është komuniteti, nuk Unë është kam jetuar zona. në Astir. Se zona është okay, Kam jetuar është një komuniteti. vit e Edhe ca. unë kam jetuar një vit në Astir, kështu nuk e hap gojen. edhe kam pas super apartament me verandë. Pse le? E lash Ku ishte I sepse mirë? kisha punën larg. Unë s'kam makinë. Goca, si përfundim, bëni çfarë t'ju ndjej zemra. Des maro që e mbyllim gati çdo episod kështu maro është my favorite thing. Si përfundim ne kemi një orë që flasim por ju. Por ju e dini vetë çfarë do të bëni. Ashtu. Jo, bëni si ta ndjeni, domethënë, nëse ju ndjeni sikur doni të bashkëtoni që muajin e parë bashkëtoni, nëse ndjeni Jo, sikur nuk mos e doni ta bëni. bëni. O Gjesi tani po kush Vetëm kujdes mos kam që Një muaj Ndonjë bashkëtesë, një muaj serial bashkëtesë, killer që do ndani. Po diti që do Bëjeni, ndaj, bashkëtoni. eksperimentoni, bëni çdo Por me çmenduri. mend në kokë. Me mend në kokë dhe mos harroni. A është mjaftueshme që s'mund ta ndani me ne? Që ne të kemi një ide se çfarë ju po bëni. Yes. Yes. Si tha Megli, me ment në kokë dhe këmbë në tokë ose jo, ju e dini, bashkëtoni. Ju puçem. Mua. Shihemi në episodin e radhës, si duam. Ciao. Ándale.